Gati për përgatitjen e petullave tona. Pasere në fundjavë jeni mësuar që të merrni receta të ndryshme petullash, kështu që edhe sot është e njëjta gjë. Atëherë le të bëjmë një brumë petullash, petlla të ëmbla. Kur shkoni në plazh, keni vënë re për shkak ato petulla që janë me të çokoladë, me mjalt, me kanellë. Janë që gjë e tillë. Unë në banjo mari kam vendosur çokoladën që të shkri, që çokolada e bardhë. Mund të jetë e zeza si dëshironi ju ja. Dhe e lë në gjendje të ngrohtë. Dhe e dim shumë mirë, por ka gjithmonë të parë që shikojnë për herë të parë, pra në një tenxhere unë kam vendosur ujin e ngrohtë. Në moment uji vlon dhe një enë e tillë që mund të jetë edhe inox ose qelç, që e duron nxehtësinë, vendosim copat e çokoladës, çfarë lloj çokolade që të jetë. Derisa uji vlon normalisht, bëhet edhe shkria e çokoladës. Unë e kam këtu dhe i kam vendosur kapakun që ta kem në gjendjen më të mirë të mundshme. Këto petulla me çfarë bëhen? Bëhen me lëng portokalli. Kjo? Po, e gazuar ose jo e gazuar, si të dëshironi ju, nuk është problem. Pra kam miellin, sheqerin. Nëse nuk duam sheqer, nuk i vendosim fare, pra gjithmonë është opsionale. Dhe ja lë në dorë Nikit t'i lexojë dhe unë të veproj, sepse duhet që të rinë, të qëndrojnë. Të linë, marrin kohën e tyre, si çdo brumë. Atëherë petulla të ëmbla me lëng portokalli të gazuar. Ju duhet një gotë e pak më tepër se sa një gotë, 320-330 ml lëng portokalli i gazuar, 300 gram miell dhe padyshim vaj për skuqje. Për pjesën sipër pastaj, për sherbetin, mjalt, kanell, çokoladë të shkrirë që është opsionale, ara të grira, ose fistik të grirë si pas dëshirës. Goja lëng Albana me këto përshërësit. Dhe është dhe prak fundjavet, kështu që i bëjmë që sot dhe i kemi në ditën e nesërme ose të plazhit. Zëm mirë brumin, sepse si shta Albana duhet të qëndroj, marrë kohën e vetë, lidhen më mirë për bërësit dhe të kemi rezultat të shkëlqyer në skuqje. Kështu që ne do të përgatisim brumin, do të bëjmë atë shkëputjen pasardhëse, që do të na mundësoj të edhe brumin të vi. Brumin e duhur. Kështu që aty kemi përzier miellin me lëngun e portokallit të gazuar. Ja, kjo të jetë, ja. Një brum i rrjedhshëm. Ja, ku është e duhura. E lëm të vi dhe më pas e skuqim. Sekreti është e brumi, sekreti është e skuqja, sekreti pastaj tek shoqërimi sipër me atë shtresën e bardhë apo kafe. Keni gjithë ato opsione, keni. Kaq, e lë të vi. Lëm të pushoj, jo e pat tani se si do t'jetë trajta e tij, konsistenca. Her pasere do mundohemi që edhe ta përzijej, mos na thahet shtresa e sipërme dhe ja. E lëm kështu. Ose në të kundërt ne vendosim pelikola ose një kapak. Një kapak të tillë, jo, që ka e vogël. Për oksigjenin. Po marrim një më të madh. Unë do t'i vëmë më mendshme duke e trazuar her pasere, e duke e përzier mirë. Atëherë. Prekim pak nga receta tjetër, se recetën e brumit të petullave po e lëm pak më njanë. Shikojmë pak si dalin, po edhe në shije, sepse kemi dhe atë çokoladën, që duhet të presim në fakt, të ftohet petulla e parë ose petullat e para, që më pas t'ju vendosim shtresën çokoladës së shkrirë. E shkrirë. E rivendosim, se ajo fillon dhe ngurtësohet, kur është në temperaturën e duhur. Po, pa tjetër. Më duhet edhe një luk tjetër këtu, po. Bollshëm duhet të ketë vaj, që të zhyten petullat. Dhe brumi është i duhur. E di që nuk është akoma. Ja ta bëj provë. Dale. Në më thosë si thamë ne, a i tigani parë është në provësa të nxehtë vaj. Jo, duhet jetë vaj i nxehtë. Që të pas të ulim temperaturën e duhur në nivelin që do skuqen të tjerat, por ja dhe ne 2 minuta kemi kohë. Edhe 2 minuta kohë, po, mirë se do... Duam që t'ju tregojmë 2-3 parat, anvisave tona.
Pasi do t'i skuqim nga të dyja anët, do t'i zhysim më pas tek çokolata e bardhë, mund të jetë çokoladë e zezë, mund të jetë ndonjë opsion tjetër për t'i servirur ato. Ti të themi që janë të duhurat kur ne i marrim me vete në plazh për shembull ose kur konsumojmë një mëngjes. Janë të ëmbla. Ja të shohim. Petullat sot. E gjin vetë formën ato. Dhe edhim pak brumë, sepse zgjerohet vaj gati. Sepse ka të bëjë shumë nxehtësia, se nga ndonjëherë pajisja nxjerr faqe bardhë ose të nxjin faqen. Çokoladën si e kemi? Çokoladën e kam tamam, po duhet të kem Ja, se u bën dhe ato 2-3 të parat, vogla i kemi, por që të nuk ikim nga këtu pa shijuar dhe një petull. Sepse ka ngrirë dhe ansoret. Nëse ne shohim, pra masa duhet jetë e rjedhshme, vaj duhet jetë i nxehtë, që ne kemi mundësi, shiko, nuk është gati. Adrakadabra. Është me ëmbëlsinë e dur, po ndërkohë. Si realizuam brumin, ne, se njëri doli me një figurë të çuditshme, nuk arrita shquaj mirë ajo e dyta e mesit. Shohim një herë... Gafore doli, gafore! Jemi qershor dhe kemi gaforen! Mi ka ikur vetëm njëra. Kemi gaforen! Ja, shiko! Afër, ndërkohë, për brumin, i kemi përgatitur me portokall, me lëng portokalli të gazuar, për bërës të tjerë të recetës, i shohim tani dhe një herë së bashku, se si realizuam brumin, të cilin do ta lini të pushoj 20 minuta, dhe më pa do të skuqni në vaj të nxehur, të nxehtë. Lëng portokalli 330 ml, 300 gram miell, vaj për skuqje dhe do t'i shoqëroni më pas me mjalt, kanell, çokoladë të shkrirë dhe arra të grira ose fistik sipas dëshirës. Të dyja janë opsione të preferuara të shijshme. Ndërkohë ne duhet të largohemi, vazhdojmë t'i skuqim dhe pse jo, Ambisa do të kenë mundësi edhe në YouTube në atë foton e madhe ose në rrjetet sociale ku na ndjekin të shohin se si do të jetë rezultati i këtyre petullave të ëmbla. Pra, tigani i parë është i turpit, i dyti është hamam i duri, ose është i zonjës vetë që i ha, i dyti është i duri. Se do ta tregonim dhe të dytën, por ja që fluturon koha. Ju pres pas fleshit informativ sërish në Reze Dielli. Të lumshin duar së ngjarje të bukur, shihemi pas pak së bashku.